Këto ditë po shoqërohen me rritje të ndjeshme të temperaturave, të cilat janë më të larta se periudha e stinës që jemi. Kjo për shkak se jemi në një regjim të lartë të anticiklonit të Afrikës. Sipas meteorologut Todi Mitro, ky regjim do të vijojë, por e veçanta e këtyre ditëve do të jetë kthimi i erës në drejtimin veri-veri perëndim, kjo me veti fizike të freskëta, që do të sjellë edhe zbritjen e temperaturave 2 deri 3 gradë Celsius. Kjo situatë do të sjellë probleme në suportimin me vështirësi në shëndetin e qytetarëve. Është që do të ulet, do të zbresi përqindja e lagështirës relative në ajër. Është ky element i rëndësishëm, lagështia relative në ajër, që e vështirëson suportimin e njeriut në këto kushte. Pasi gjatë gjithë këtyre ditëve që dan pas, përqindja e lagështirës relative në ajër i ka kaluar 62, 64, 66%, ndërsa gjatë natës ajo ka variuar nga 77 deri në 82%. Janë këto elementët që e bëjnë njeriun që të vështirësoj kalimin dhe suportimin e një dite normale. Por sipas meteorologut Todi Mitro, pas mesit të muajit qershor parashikohen ndryshime radikale. Një bërtham ajri me origjinë arktike parashikohet të zbresë në pellgun e detit Mesdhe, rreth datës 16-17 qershor, ku temperaturat do të zbresin 5 deri 6 gradë, ndërsa kjo situatë do të shoqërohet edhe me rreshje shiu. Parashikimin e motit në afate gjatë parashikohet që pas mesit të muajit qershor parashikohet që të kemi ndryshime ndoshta edhe radikale. Një bërtham ajri në origjinë arktike, parashikohet të zbresë në pellgun e detit Mesdhe rreth datave 16-17 dhe kjo situatë meteorologjike do të mundoj zbritjen e temperaturave në mënyrë të ndjeshme 5 deri në 6 gradë nga temperaturat që jemi duke u suportuar dhe do të shoqërohet edhe me rreshje shiu. Jemi ende larg akoma, por një situatë e tillë është duke ndërtuar në pjesën veriore të Europës, në gadishurin skandinav. Pritet rreshje shiu? Rreshje shiu dhe zbritje e ndjeshme e temperaturave duke krahasuar gjithmonë me periudhën e stinës që jemi. Është normale kjo situatë aktuale e temperaturave për stinën që jemi? Kjo situatë aktuale në këto vlera temperaturat në 10 ditën e parë të muajit qershor është 2 deri në 3 gradë më lart nga mesatarja shëndetësore e dekadës së parë, domethënë 10 ditëve të parë të muajit qershor.